Ekziston një sër organizatash që duan ta mbrojnë Izraelin nga presioni ndërkombëtar dhe për këtë arsye po veprojnë gjithnjë më intensivisht me burime financiare gjithnjë më të mëdha, ndërkohë që ushtrisë izraelite i ngarkojnë krime të rënda lufte dhe qeveria Netanyahut minon strukturat e shtetit ligjor. Në këtë panoramë hyn edhe shoqata Elnet. Organizata ka zyra në Bruksel, Paris, Londër, Rom, Varshavë dhe Berlin, si edhe në Tel Aviv dhe New York. Para politikanëve izraelit, Elnet e përshkruan veten si homologun europian të AIPAC-ut, lobit izraelit më të fuqishëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në mesin e vitit 2025, zyra gjermane e Elnet listonte 13 të punësuar. Sipas regjistrit të lobimit, Elnet shpenzoi mbi 1 milion euro vitin e kaluar për përfaqësimin e interesave në Bundestag. Ashtu si shumë grupe të tjera lobimi, Elnet dërgon dokumente pozicionesh, fton në mëngjese parlamentare dhe mban kontakte të ngushta me deputet dhe stafet e tyre. Një rrjet kaq i gjerë me vendimmarrës kaq të rëndësishëm nuk shihet çdo ditë, thot Timo Lange nga Lobby Control. Veçanërisht bie në sy roli i Elnetit në organizimin e udhëtimeve për zyrtar gjerman në Izrael, ku në program janë takimet e drejtpërdrejta me përfaqësues të politikës, ushtrisë dhe industrisë. Imazhi i Izraelit që përcillet gjatë këtyre udhëtimeve është larg kritikës.